Pse është më rëndësi ta kuptojmë pozitën dhe peshën e namazit? Çdo gjë kur i dihet vlera, më thonë rëndësia dhe pesha, njerëzit japin rëndësi. Po. Momentin që si dihet një gjë rëndësia, ajo mbiret në përkam. Edhe anashkalohet. Tamam një shembull për më kuptu më mirë, shembull më ia dhon një fëmijës një parë që ka peshë, po themi 100 euro ose më tepër. Fëmia nuk e din, e merr shkoç, e gjun, e merr në përkam. Pse? Si a di vlerën? Si a di vlerën, nuk e di çka është ajo. Në këtë morave si shembull e kuptuar. Po shembull shumë i mirë. Më thon, ne më thon shpesh herë shohim musliman nuk falen. Ndoshta një ndër arsye se bevat më të mëdha, edhe pse ka arsye tjera, nuk ka di vlerën namazit, peshën, nga se është një çështje shumë madhore. Do të folmi inshallah, do shohim ajete dhe hadithe shumëta ulemat që kanë trajtuar për çështjen e namazit, më thon është një ibadet madhështor. Këtë arsye më thon, një ndër sebet më të mëdha është njerëz nuk e dinë këtë çështje. Kjo është mirë, më thon, her pas here, edhe nëse o gjallar më afru xhamatit këta ajete, hadithe që folin për peshën e namazit. Momentin që xhamati jonë kupton rëndësinë e namazit, me lenin e Zotit do të fillojë namazin. Po shpesh na hikim këta ajete, hadithe të shumta që janë, ne do të mundohemi sot me përmend disa prej tyre, me pa se është një ibadet madhështor namazi, më thonë. Nuk është një çështje e vogël që mund më anshkalu ose të ne që është e njohur, mirë mu falë. Nuk është mirë mu falë, farzi namaz është obligim mu falë. Momentin që nuk falësh, dënohesh. Pra nuk zba me realizu çështën e namazit, por duhet me kap shumë seriozisht më. Pra kjo është ajo si hyrje e kësaj temës.